Ish mafiosi me përjadhje shqiptare, John Alite, bëhet këshilltar bashkiak në Shtetet e Bashkuara. Ai është kthyer nga një shkelës i ligjit në një ligjvënës. John Alite, një zbatues i familjes së krimit Gambino, është betuar si një këshilltar që përfaqësonte lagjen e New Jersey në English Town. E dini çfarë? Unë më të vërtet mund të bëj diçka të mirë. Unë tashmë kam pasur një të kaluar të keqe dhe jam këtu për ta shlyer atë dhe do doja të bëja diçka në një mënyrë pozitive, citohet këtë thënë Alito, 62 vjeçar, shkruajnë mediat. Puna e tij në vitet 80-90 si një fitues kryesor për Telfon Don, bosin e Gambinos, John Gotti dhe djalin e tij John Junior Gotti, do t'i shërbej atij mirë në politikë, shpjegon tashmë ai. Unë i kuptoj gjërat e Machiavellit, tradhtin, ka thënë Alite, gjyshit të cilët ishin imigrantë shqiptar nga Gjirokastra. Alite tha se ai kaloi 14 vjet burg për dënime që përfshin 6 vrasje të paktën, 37 shtona me armë dhe goditjet pa numërta gjatë kohës që punonte si një komandant për Gambinon. Por atij nuk u desh të mundte ndonjë rival për të fituar vendin e tij në Këshill, ai u emërua për të plotësuar një vend vakant deri në fund të vitit, pasi u rekrutua nga kryebashkiaku Daniel Francisco dhe drejtues të tjerë lokal të impresionuar nga puna e tij qytetare për të ndihmuar të rinj. Në fillim kishte skeptik, duke përfshirë disa anëtar të Këshillit, por Alite përfundimisht i bindi se ishte dikush që nuk mund ta refuzonin. Po, kishte njerëz që e kundërshtuan atë, por unë nuk iki fare nga e kaluara ime, tha ai. Unë e përdor atë si një mënyrë për të ecur përpara, për ndikuar tek fëmijët, për t'u larguar nga rruga, për ta kthyer negative në pozitive. Ish mafiosi do mbaj vendin për 2 vjet, të tjera deri në vitin 27, nëse dikush nuk paraqitet me 21 mars për ta sfiduar atë në zgjedhje. Ai madje vlerëson se është më i kualifikuar se çdo demokrat i majt që aktualisht mban poste më të larta.